Po shfrytëzoj rastin që në emën të ministrive që bën pjesë këtë komitet, ju urojmë mirëseardhje në mbledhjen e sotme, të rëndësishme për koordinimin e politikave pranë horizontalisht edhe një menaxhim të integruar të çështjeve që kemi para vetës. Nuk po zgjas më tepër, po rikujtoj që komiteti është themeluar me vendim të qeverisë qysh në vitin 2022 dhe tashmë kemi mbajtur një sër mbledhjesh të rëndësishme, andaj është me rëndësi që të vazhdojmë me të njëjtën vëmendje dhe intensitet të kryejmë detyrat që kemi para, veçanërisht identifikimin e politikave dhe çështjeve strategjike brenda fushëveprimit. Është knaqësi se sot në kuadër këtij takimi të radhës Komitetit për Administrimin e Rrugës dhe Infrastrukturës Kombëtare për informacionin hapësinor, të jemi bashkë për të diskutuar dhe për të çuar përpara agjendën tonë të përbashkët për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Administrimi i tokës nuk është vetëm një çështje teknike, por po ashtu është edhe çështje ekonomike dhe sociale. Është një bazë e qëndrueshmërisë së shtetit që njëherët është edhe garantuese sigurisë ligjore për pronën dhe mjet të fuqishëm për zhvillimin ekonomik dhe mirësinë sociale për të gjithë qytetarët. Pas sistem mirëfillt dhe përditësuar të administrimit tokës, nuk mund të kemi planifikim drejt, zhvillim barabartë apo qasje drejt në mundësi për qytetarët tonë. Ky komitet përfaqëson një forum strategjik, ku teknologjia dhe partneritetet ndërkombëtare ndërthuren për të ndërtuar një infrastrukturë të fuqishme për informacione hapësinore dhe një sistem funksional të administrimit tokës në Kosovë. Kjo është jo vetëm një domosdoshmëri administrative, por edhe një prioritet shtetëror. Siç jeni të informuar, me miratimin e ligjit për katastër pronës së palujshme, kemi hapur rrugën për një reformë substanciale me sistemin kadastral të vendit. Sot jemi në fazën e zbatimit të një prej projekteve më madhore dhe më gjithë përfshirëse të dekadës fundit. Projekti të rindërtimit katastrit, që po realizohet në 115 zona katastrale në 32 komuna të Kosovës. Ky projekt është duke u zhvilluar me ritëm të lartë, pas një fushate të gjerë informuese dhe gjithë përfshirëse, dhe tashmë ka hyrë në fazën konkrete ku po bëhen matjet në terren. Në çdo hap qytetari është në qendër, qoftë si përfitues apo edhe si partner i padiskutueshëm këtë proces. Një tjetër arritje jashtëzakonshme prej komitetet kaluara që kemi mbajtur është edhe finalizimi i rilevimit aerofotogrametrik të territorit Kosovës, që është duke u bërë për herë parë nga viti 2018, i cili tashmë ka sjellë të dhëna të detajuara për zonat urbane, në rezolucion prej 8 cm për zonat rurale dhe 8 cm në zonat urbane dhe 15 cm në zonat rurale, dhe të cilat të gjitha janë tashmë të publikuara në gjeoportalin shtetëror me qëllim të transparencës plot dhe aksesit hapur. Këto janë hapa konkret dhe ndërtimit në një sistemi modern, transparent dhe besueshëm të administrimit tokës. Një sistem që reflekton përkushtimin tonë për qeverisje të mirë dhe për një shtet funksional që ofron shërbime të standardeve evropiane për qytetarët tonë. Si ministri kemi ofruar mbështetjen e plotë për Agjencinë Kadastrale të Kosovës, për Komitetin Ndërministror dhe institucione tjera ndërligjëse që njëherët përbëjnë strukturën koordinuese kombëtare të informacionit hapësinor të Kosovës. Ritmi i punës dhe planet ambicioze të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për përfundimin e shumë uzimeve administrative kanë qenë njëherët rezultati një bashkëpunimi dhe pune të mirëfillt. Këto uzime sot përshërbejnë dhe kanë sjellë rezultatet një reforme rëndësore në sektorin e katastrës dhe përkushtimi e bashkëpunimi mirëfillt ka krijuar kushte të pavarshme për themelimin e sistemi kadastral të rregullt dhe të saktë që po kontribuojnë çdo ditë më shumë në zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Mbajtja e rregullt e këtij komiteti është dëshmi e vizionit tonë për bashkëpunim ndërinstitucional dhe partneritet me organizata ndërkombëtare si banka botërore, për të garantuar një tarm më të sigurt për çdo qytetar të Republikës. Prandaj le të vazhdojmë të ndërtojmë mbi këto themele të forta, duke forcuar bashkëpunimin, duke avancuar reformat dhe duke garantuar që çdo vendim dhe çdo projekt që ndërmarrim të jetë funksion qytetarit
dhe të interesi publik. Faleminderit shumë për vëmendje dhe për kontributin tuaj vazhdueshëm në këtë projekt. Në takimet e kalume, qysh potencial dhe sekretarit na informu për ndryshimet se përket ligjit për kadastër, gjithashtu hyrjes fuqie të udhëzimeve administrative. Në vazhdim e këtyre reformave, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka nxjerrë edhe 2 udhëzues të punës, udhëzues për matjen, krijimin, ndryshimin dhe regjistrimin e njësive kadastrale në sistemin e informacione kadastrale për tokën në Kosovë, gjithashtu edhe udhëzuesin për rendërtimin e informacioneve kadastrale. Këtë vit ritmi punës është shumë fishuar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, me që shumica e projekteve planifikuara tashmë janë realizuar, po janë edhe disa prej tyre që janë në fazën e implementimit. Disa prej projekteve që kam përfundu, një cek prej sekretarit, është rilevimi aerofotogrametrik i teritorit të Republikës Kosovës, është instalimi e emrave të rrugëve dhe numrave të ndërtesave, gjithashtu është rrjeti i nivelimit dhe sistemi lartësive. Këto projekte kam përfundu me sukses, ndërsa jemi në fazën e implementimit edhe për projektet me rëndësi të veçantë, që është rendërtimi informacioneve kadastrale, ku përfshihen 115 zona dhe që është potenciuar të përfshijnë 32 komuna. Gjithashtu është avancimi dhe zhvillimi i sistemeve kadastrale, është zhvillimi i gjeoportalit për NSDI dhe avancimi i gjeoportalit ekzistues. Jena në fazën e të nderimit për projektin e korrektimit të danave në sistemin e informacioneve kadastrale për tokën Kosovë. Gjithashtu projekt që është duke implementuar është analizimi, korrigjimi dhe futja në sistemin zyrtar kadastral të elaboratave të shpërndësimit në vitet kalume, skanime dhe indeksimi dokumenteve kadastrale arkivore, ku janë përfshi të gjitha komunat edhe besoj këtë vit mbyllet komplet skanimi, indeksimi, digitalizimi dokumenteve kadastrale në nivel vendi. Gjithashtu projekt i veçantë është edhe ndërlidhja e qytetarit me adresën zyrtare. Ordofotet e reja, besoj tash veç keni pas rastin, pas shumica për jush në gjeoportalin shtetëror, edhe ato janë të hapuna dhe janë të qasme për secilin për juve, konform legjislacioneve dhe aty në kufizimeve që kena, po më rëndësi produkti është i shfrytzueshëm, është i sakt, edhe besoj që kemë shërby plot institucioneve të fillu për nivelit lokal ashtu edhe prej edhe nivelit qendror. Sa i përket projektit për instalimin e emrave të rrugëve dhe numrave të shtëpive, lejoni me informu që jëmë përfshi 20 komuna në kuadër të projekti, jëmë vendosur mbi 337.000 numra në këto 20 komuna, edhe është mbyll si proces vendosja e numrave edhe emrave të rrugëve në komplet teritorin e Kosovës, me përjashtim të 4 komunave veriore. Po që është rëndësishme për më informu juve, është nënshkruar memorandum i bashkëpunimit me 4 kryetarë të komunave veriore, është bërë digitalizimi i komplet segmenteve të rrugëve për ato pjesë, është nxjerr lista edhe numri sakt i rrugëve që do të më emëru prej kuvendeve komunale, disponimi kryetarëve është, disponimi asambleve komunale është, i kanë formu grupet punuese për emërimin e rrugëve, edhe po shpresoj që për një periudhë shumë të shkurtër do të arrijmë pas edhe emrat e rrugëve edhe për këto 4 komuna veriore dhe do të kompletohet komplet sistemi adresave në nivel vendi. Çështje tjetër që është me rëndësi me u potencu në kuadër të sistemit të adresave është edhe deklarimi i adresës zyrtare apo ndërlidhja me adresën zyrtare. Ky projekt është të vazhdu me një ritëm të mirë. Qytetarit kanë mundësu 2 forma të deklarimit të adresës, një përmes zyrtarëve tonë që në komplet komunat e Kosovës dhe presin qytetarët në baza ditore për me shku fizikisht me bërë deklarimin e adresës zyrtare, po gjithashtu është bërë edhe mundësi që deklarimit të bëhet përmes e Kosovës. Dinamika është e mirë edhe po shpresoj që muajin e ardhshëm kemi me fillu me kursime për qytetarët që me i obligu me patjetër me bërë deklarimin e adresës zyrtare. Deri më tash numri atyre që kanë deklaruar adresën shkon mbi 200.000 edhe po shpresojna që deri në fund të vitit asnjë qytetar mos më met pa bërë deklarimin e adresës zyrtare. Projekti i rindërtimit veç ka fillu,
i kena pas dikon mbi 10.000 qytetarë që kanë marrë pjesë në fazën e parë të informimit publik në dikon 95 zona sa ka fillu projekti edhe pritet tash edhe pjesa tjetër e zona me fillu në mënyrë që të kompletohen 115 zona kadastrale. Tash jemi në fazën e fushatës së matjeve, interesimi është shumë i madh, sepse oferta është shumë e mirë për qytetarin, sepse merr ndërtim të informacione kadastrale, ose në ato zona ku janë përfshime në kodrat të projektit të rinj që lidhen të noteri brenda vitit në komplet territorin e Kosovës, edhe qytetarët obligohen me marrë kontratën prej noterit me çu në zyre kadastrale komunale, me digitalizim gjeoportalit aktual, do të krijohet mundësi që në gjitha donat që kanë të bëjnë me gjë informacion të keni adresë e do të jetë gjeoportali shtetëror, ministria ose institucione tjera prunën e caktuar. Na e kena marrë këtë iniciativë si agjenci. Projekti është realizu mirë, është në fazën e zyrtarizimit të këtë komplet elaborateve të shpërndësimit, është sfidë grumbullimi e elaborateve, sepse po mbarë për institucioneve ndryshme, po disponimi është edhe për shpresoj që edhe këtë problematikë që tashë një kod gatë në përcjell, do të zgjidhim edhe kjo është si produkt i këtij komiteti që është dhënë rekomandim me u trajtu çështja e shpërndësimit. Na besojmë fuqishëm që me mbështetjen e organizatave ndërkombëtare, që ka shfrytzuar rastin me falendëru edhe Bankun Botëror edhe SBE që sot i kena prezant këtu, edhe me një koordinim të mirëfillt mes neve si institucione, do të arrijmë që shërbimet tona të jenë sa më cilësore, sa më të sakta, edhe qytetarët të kursejmë edhe kohë, për edhe na si institucione të kena shumë atlet të kryjmë punën për cilën edhe se në kodët fushveprimit të caktuar. Pa dashur në zgjat më tepër, ju kisha falendëruar për pjesëmarrjen, edhe kisha shfrytzuar rastin për një fjalë rasti Kalebin, që është udhëheq i misionit Bankës Botërore këtu në këtë vizitë, edhe zotëri Bilbilin, që është përfaqësues prej OSB-s. Zotëri Kaleb, fjalë për